97 persona janë ndaluar gjatë një operacioni që policia italiane ndërmori ndaj organizatës 'Ndrangheta në Kalabri, Rom, Milano, Bologna, Rimini, Verona dhe Torino. Të dyshuarit, për 81 prej të cilëve vazhdon masa e sigurisë së arrestit me burg dhe ndaj 16 të tjerëve ajo arrestit në shtëpi akuzohen për kontraband të sasive të mëdha të lëndëve narkotike, të llojit kokainë nga vende si Kolumbia, Brazili dhe Panamaja që fshiheshin në kontenjera anijesh. Sipas një deklarate për shtyp të policisë italiane, operator portual që merrnin rushfet nga 'Ndrangheta lëviznin drogën përmes portit kalabrez të Gioia Tauro dhe që atje shpërndanin atë në të gjithë vendin përmes një sistemi të drejtuar nga disa familje që i përkisnin grupit të organizuar kriminal. Këto familje gjithashtu zhvasnin para nga bizneset lokale, ndërkohë që infiltronin njerëz në administratat publike për të siguruar informacione të privilegjuara përfshi ato për tenderat që zhvilloheshin. 'Ndrangheta është organizata mafioze më e fuqishme dhe më e pasur në Itali, veçanërisht fal monopolit të saj të trafikimit të kokainës në Europë.